Nderuar koleg, faleminderit për pjesëmarrjen. Jemi mbledhur për diskutuar për rendin e ditës, i cili është i përcaktuar. Unë nuk po e zgjas më, po ja kaloj fjalën zotit Berisha, kryetarit partisë. Doktor. Faleminderit Tomor, të nderuar deputetë dhe deputet, të dashur qytetarë dhe qytetare. Java fillon në kushtet e një diktature në të cilën de facto Edi Rama ka zgjesuar drejtësinë, ka zgjesuar institucionin e akuzës për faktin e vetëm sepse nga ky institucion një prokuror guxoi të hetoj dhe të shtrajtoj dosjen e tij. Çdo orë, çdo ditë që kalon, për çdo shqiptar bëhet e qartë se dosja Balluku është dosja Rama dhe se dosja Balluku ka vetëm një zgjidhje, dorëheqjen e Ramës. Kjo është e vërteta. Dhe ajo që është pozitive është se këtë e ka kuptuar çdo shqiptar. Unë e vlerësoj shumë punën që keni bërë ju me zgjedhësit, përpjekjet tuaja, takimet e rëndësishme dhe përpjekjet serioze, por ju garantoj se zemrimi i qytetarëve po shkon në përmasa të papërmbajtura. Ka një revolt të brendshme shpirtërore tek njerëz të thjeshtë të cilët e shohin se edhe ajo shpresë që kishin tek drejtësia për ndëshkimin e korrupsionit u shua. Ata kuptuan se shkaku, autori, arkitekti i sistemit korrupsionit në Shqipëri e ka emrin Edi Rama. Ata kuptuan se një lloj si një diktaturë, drejtësia nuk mund t'i afrohet atij. Qytetarët po e kuptojnë dhe kanë kuptuar se vjedhja e pasurive të tyre dhe fondeve publike për Edi Ramën është një normalitet. Konsideron veten si patron të tyre. Ndërkohë, duhet t'u informoj se java e kaluar ishte një javë në të cilën Edi Rama u damkos në tempullin e demokracisë europiane në Këshillin e Europës. Para asaj audience, në të cilën përfaqësohen të gjitha parlamentet e Europës, Bashkimit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s dhe vende tjera.
mund të pohoj me garanci të plot se Balozi zi, personazhi më i zi në këtë sesion ishte Edi Rama. Si asnjë tjetër, në mënyrën më të merituar. Kemi sinqert me ju. Aty ai ka emrin më të keq se çdo njeri tjetër. Mbasi është regjistruar se pas fjalës së tij të stilit alla Gedaf, shkoj të jap leksion ky, pas fjalës së tij të stilit alla Gedaf, ata u detyruan kryetarët e grupeve parlamentare të gjithë spektrit parlamentar të anullojnë takimet dhe drekën zyrtare. Dhe drekën zyrtare nuk ka ndodhur kurrë. Se gjithmonë ka një protokoll, dëshmi e një serioziteti të hekurt. Dhe ky i ka detyruar t'ja anullojnë, të tarxojnë protokollin e tyre. Unë e di se ky po bën përpjekje të mëdha për shkuar përsëri, se ky kështu e ka. Por do të më falin shqiptarët, por aty nuk ka vend për narkodiktator. Nuk ka vend për kryeministra hajdut si ky. Nuk ka vend për ata të cilët sillen si me qenë birtën Verhoxh, i birën Verhoxh aty. Dhe shanset i ka minimale për thënë të pakta, sidoqoftë ju garantoj se në rast se ky synon të shkojnë në atë seli, shqiptarët e Francës dhe Gjermanisë do t'i ketë para saj. Po, do të organizohet një nga protestat më të fuqishme. Sepse e meriton. Tani, keni pa ju. Deputet me mandate krimi, delinkuent, kalojnë si hiena nga një sallë në një tjetër duke thënë ja si e nxin ky Shqipërinë. Pse unë them të vërtetat dhe mbroj të vërtetat e shqiptarëve, mbroj dignitetin e shqiptarëve, që nuk kanë lidhje me këta hajdut. Kurse ata mbrojnë krimet e tyre. Pra, ishte një javë mirë për shqiptarët. Dhe ishte një javë siç e meritonte për narkokracinë dhe Edi Ramën. Përpiqet me çdo kusht, bën gjithçka për të dalë nga rrethi i kuq. Po forcë në botë që ta nxjerr nga rrethi i kuq nuk ka. E ka kriju vetë rrethin e kuq ky. Ky dhe me sa duket edhe vllau, edhe si vllau i tij, padroni i tij Vučić.
Se edhe ati i doli Ergjys Agasi, e murë të vesh besoj. Edhe ati Agasi Vučićit ishte me 5 tonelata drogë. S'ka lidhje, tha. Nuk ka lidhje me qeverinë, a ishte zyrtar shumë, po ishte njeri rrethit tije, si Agasi, ishte egzakt si Agasi. Pra, por, edhe ajo që është gjetë Beograd, e rënon dhe këte, se dihet lidhja e ngushtë e tyre është lidhje në krim. Ndaj dhe ne kemi përsaktuar protestën dhe vetëm protestën si rrugën e vetme më kryesore për të përballë me këtë regjim. Data 10 është një ditë tjetër shumë e rëndësishme e kryengritjes paqësore kundër regjimit. Ju jeni me njerëzit, takimet, konstatoni se çfarë zemrimi ka për këto qëndrime. Dhe këtë zemrim qytetar do ta shprehin në rrugët, sheshet e Tiranës. Ndaj dhe kjo javë duhet të jetë një përkushtim i plot dhe total në takime me qytetar në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. Në biseda, në sqarime, në debate, sepse propaganda toksike e ti është verbue, është tërbue. Ndaj dhe ne duhet i kundërvijemi me takime me qytetarët. Ku, ndër të tjera, duhet denoncojmë me forcë propagandën e turpshme të mediave që paguajnë ai, glorifikimin në shkallë ekstreme e patju, Top Tuneli falëron të Ramen se përdori gaz lotësjellës të skadur, sepse si pas Top Tunelit, ky ishte më i dobët se gazi pas skadur. A mund të arri në këtë nivel një medje as Enveri dhe Hitleri s'mund të qonin më tej në propagandën e vetë një medje që qonë këtë Top Tunelin. Të thot që ju bë favor protestuesve, se u përdor gazi skadur. Imagjinoni ju se çfarë shplarje truri me paratë vjedhura të qytetarëve u ka bërë Edi Rama mediave që kontrollon. A mund të shkonte fantazia, shkon vetëm fantazia, se ato i merr nga zyra e Ramës të gjitha, direkt, aty është fabrika e trillimeve, mashtrimeve dhe manipulimeve. Plus, edhe njerë, është lule dosja e Ballukut që është dosja e Akshit. Dosja e Akshit është dosja më e paparë ndonjëherë në historinë e Europës. Ku vetë Edi Rama është kryesori. Është kryesori.
ku u detyruar të marrë haptas në mbrojtje, mirëlindën për respektin maksimal që ka për te. E ka, së është linda. Ajo është një prestonome e lindës së Surrenit. Po, zotri, ta din çdo qytetar, mirëlinda e Akshit është prestonome e lindës së Surrenit. Mbasi, e gjithë krimi i kësaj sipërmarrje, i kësaj agjencie shtetërore, ka si stimullar Baxhanakun e Edi Rams, kunatin e lindës. E regjistruar me dokumenta, e angazhuar në tendrat e Akshit për kunatin. Tani ky përpiqet dhe ajo ushtarja e Agasit, që thot se nuk është marrë, nuk kam folë me Agasin për tendera, që i mirë të pengë biznismen, punon ditë e natë për të fshehur, për shkatruar dokumenta. Qytetarët e kanë kuptuar se vetëm fjala e tyre, vetëm zëri i tyre, vetëm guximi i tyre mund t'u japë përgjigje. Nuk e zgjidh drejtësia këto, sepse nuk pyesin ma për drejtësitë. E kyçi ky drejtësitë. Faktikisht e azjesoj. E azjesoj. Unë dala në këtë problem për të theksua dhe një rëndësinë e jashtëzakonshme, që ka protesta që kanë qytetarët. Koha është e qytetarëve. Ndaj, përparësi absolute për çdo orë të ditës tuaj ka takimi me qytetarët dhe organizimi sa më i fuqishëm i protestës së datës 10. Llojshmëria e saj po kuptohet që është rruga e vetme. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Ne drejt asaj do shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të sigurt. Ndaj dhe pikërisht ky moment duhet të jetë çështje e diskutimit ton të gjerë me qytetarët, me mbështetësit dhe me anëtarët tanë, me popullin opozitar. Galeria e Ergjys Agasit është galeria më shëmtuar e shtetit. Ajo do hy në histori si dëshmia më të tmerrshme e degradimit, degenerimit total të organizacës kriminale që quhet Rilindje. Kjo vetëm se Agasi ishte Rama, jo për arsye tjetër. Se Agasi, çfarë ishte Agasi? Ishte Rama që vriste. Pam, pam, pam. Ishte Rama që përdorte oficerët e policisë për të ekzekutuar në mes të sheshit,
të aeroportit Tiranës. Ishte Rama, që urdhëronte të çohet të dërgoshin tek Suelçela pengjet e marrura për t'u thyer koskat atje, që të hiqnin dorë nga tendrat. Ishte Rama. Që bën që t'jetë i lirë sot. Ergyll Sagasi kalon nga një kafe tjetër, nga një restorant tjetër. Dhe e purdhra një lloj si më parë. Një lloj. Po, absolutisht. Përcakton merr vendime, se është Rama, se normalisht ai duhet jetë në burg, por nuk ka përkundrazi. Atë e mbron Ergyll i policisë që quhet Ergyll Sagasi i policisë që quhet Proda, Ilirian Proda, përfaqësues kryesor i karteleve. Pra, që të mos e zgjasim më tej, gjithçka është në duart të qytetarëve. Gjithçka është në duart e të rive shqiptar, e studentëve, e të rive punëtor, e gjimnazistëve. Dhe unë kam shumë besim. E gjithë Europa pret protestën tonë. E gjithë Europa pret protestën tonë. E gjithë bota pret protestën tonë. I kanë përcjell protestat me simpatin më të madhe, me vlerësimin maksimal. Ndaj dhe ne do vazhdojmë misionin. Misionin e përmbysjes kësaj narkodiktature dhe rikthim në votës lirë për shqiptarët. Faleminderit.